Pas debateve dhe tensioneve të fundit, brënda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, aktoria dhe fituesja e edicionit të kaluar, Egla Ceno, ka zgjedhur të reagojë përmes një postimi në Instagram, ku ka ndarë një mesazh të drejtpërdrejtë në mbështetje të Ilir Vrenozit, banorit që ju bashkua mbrëmje shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Në postimin e saj, Egla thekson se qëndrimi i saj nuk ka të bëjë me tifozëri personale, por me respektin reciprok që ajo thot se ka ndërtuar me Ilir Vrenozi jashtë syrit të kamerave. Jo sepse ka bërë tifo për mua, por për respektin reciprok sa herë u ulëm për kafe në Korç. Njëri prej vërteti, pa doreza, me shpirt të madh dhe një grua të mrekullueshme, shkruan Egla, duke vënë theksin te ana njerëzore e Vrenozit, që solli shumë humor në shtëpi. Ajo shton se shpreson që emocionet e performancës të lihen më njanë dhe publiku të ketë mundësinë të shohë Vrenozin ashtu siç është në të vërtetë. Postimi mbyllet me mesazhin motivues: Forca Vrenoz. Reagimi i Eglës ka nxitur diskutime të shumta në rrjet, ku ndjekësit e kanë interpretuar si një thirrje për më shumë autenticitet dhe më pak lojë brenda formatit të reality show-t.